Ka thënë Zoti në Kur'an, "Wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda." Do t'i çojmë zvarr kriminalët drejt xhehenemit të etur. Wirda. Do thonë do të kalojnë gjithë procedurën ditës së Kiametit dhe nuk do të shijojnë dot ata një pikë ujë. Dhe merrem me dita e Kiametit është 50.000 vjet. 50.000 vjet në këtë botë i ditë me net pa ujë fillon dhe e shef qiellin me ngjyra. Ajo më 50.000 vjet çfarë ndodh fjalë? Edhe kur shkosh në xhenem, domethënë nuk është se zgjidh problem. Por këtë arsye banorët e xhenemit kur shkojnë në xhenem, një nga gjërat që do të kërkojnë në xhenem do të jetë uji. Por kur vjen uji i xhenemit, ato do të bëhen pishmon pse e kanë kërkuar. Sepse ai vetëm uji nuk është. Vetëm në momentin që afrohet tek ndonjëri prej tyre, vetëm në momentin që afrohet i bi mishi, i ftyrës, mishi i fytit, i bin tokë. Dhe në momentin që ai e pin, sepse është situatë e keqe, është ushqyer nga pema e zakumit, pema e xhenemit, pemë ferri, merren pemë që rritet në xhenem, unë nuk e di domethënë si mund ta imagjinohet. Ka'anna tal'uha ru'usu shayatin. Si koka drejtnish, janë frutat e zakumit, thot Zoti në Kur'an. E merren do të ketë njerëz që këto do t'i hajnë. Sepse do të hajë robin në xhenem, po çfarë të hajë? Do t'i ngecin fyt. Në momentin që do të kërkoj ujë, vjen uji i xhenemit. A uji i xhenemit para se me pi njeriu e degradon njerëz komplet. Pastaj e pin, pastaj edhe fytin ja shkul. Pastaj çfarë bie në stomak e çfarë bie në zorr, ja kaput. Ne bën copa thot Zoti në Kur'an. Për këtë arsye thot Zoti për banorët e xhenemit, la yamutu fiha wala yahya. As i vdek, as i gjallë. As i vdek në kuptimin se ala merr frymë, jeton e i ndjen gjërat, pas i gjallë sa ajo nuk është, ai çdo gjë mund të jetë, vetëm jetë nuk mund të jetë. Allahu na ruaj prej zjarrit të xhenemit. Amin.